Pak minuta pasi kërcënoi publikisht çdo gjyqtar që do të guzonte të linte në burg nipin e tij, Elvis Shkambin, i cili akuzohet për vrasjen e gjyqtarit Astrid Kalaja, policia e Shkodrës ka ndaluar xhaxhain e tij, Gjovalin Shkambi. Burime të sigurta bëjnë me dije se ai është shoqëruar menjëherë në komisariat dhe tashmë po procedohet penalisht për veprën e kanosjes ndaj punonjësve të drejtësisë. Ngjarja ndodhi pas një deklarate të hapur dhe kërcënuese të tij, e cila ka shkaktuar tronditje në opinionin publik. Në intervistën e dhënë për mediat lokale, Gjovalin Shkambi paralajmëroi hakmarrje nëse nipi i tij do të dënohej nga gjykata. Ai tha hapur se çdo gjyqtar që do të firmoste dënimin e Elvisit do të përballej me plumbat, duke e cilësuar rastin si një padrejtësi të rëndë ndaj familjes së tij. Këto deklarata u konsideruan nga autoritetet si kërcënime serioze dhe menjëherë pas publikimit, forcat e rendit ndërhyn duke ndaluar për të shmangur ndonjë përshkallëzim të mëtenshëm. Sipas burimeve pranë policisë, materiali i përkatës është dërguar në prokurorinë e Shkodrës, ku Gjovalin Shkambi akuzohet për kanosje dhe nxitje të urrejtjes, ndërsa hetimet po zhvillohen për të zbuluar nëse ai ka pasur bashkëpunëtor ose ka ushtruar presion mbi trupën gjykuese. Policia e ka marrë deklaratën e tij dhe pritet që ai të dalë para gjykatës për masën e sigurisë. Ngjarja ka ndodhur vetëm pak orë pas vrasjes tragjike të gjyqtarit Astrid Kalaja në sallën e gjyqit të apelit në Tiranë, ku nipi i tij, Elvis Shkambi, qëlloi me armë ndaj gjyqtarit pas shpalljes së vendimit. Ky krim ka tronditur të gjithë opinionin publik dhe ka vënë në alarm institucionet e drejtësisë, të cilat kërkojnë masa urgjente për mbrojtjen e magjistratëve. Pas kërcënimeve të Gjovalin Shkambit, Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Ministria e Drejtësisë kanë reaguar me tone të forta, duke deklaruar se drejtësia nuk do të ndalet nga frika apo presioni i askujt. Ata kanë theksuar se çdo kërcënim ndaj gjyqtarëve do të trajtohet si vepër e rëndë penale dhe se ligji do të zbatohet njësoj për të gjithë, pavarësisht statusit apo lidhjeve familjare të personave të përfshirë në këtë ngjarje.